Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Tani do të vi pranë jush me një histori shumë të dhimbshme, me një histori të tmerrshme, lotët e një nënës, dhimbja e një nënës, një tmerr që një grua shqiptare ka kaluar. Lëre që ka kaluar tmerrin, por është ndeshur edhe me paragjykimet e njerëzve të cilët e kanë paragjykuar për punën të cilën e ka punuar. Dëgjoni këtë histori deri në fund, sepse më besoni, do të lotoni të gjithë. Vajzë në shpirt, por një grua e sakatuar nga jeta. Pikërisht kështu do ta titulloja historinë time. Përshëndetje. Fillimisht dua të gjithëve të uroj një ditë dhe natë të bukur. Dhe faleminderit që më dhe mundësinë që në dritaren tënde të rrëfej dhe unë historinë e jetës time. Që sot ato sakrifica më bëjnë vërtet të ndjem krenare. Unë jam një zonjush. Nuk do ta thoja do të vajzë sepse jam në një moshë pak madhore. Por shpirtërisht do të thoja, po, jam një vajzë e re. U linda në një familje që kur nuk e pati emrin familje. Jetova me nënën time biologjike shumë pak, vetëm 3 javë. Të thuash që e ndjeva aromën e saj? Jo, as pak. Apo ndoshta unë nuk e mbaj mend. Gjyshërit e mi e babaim biologjik nuk binin dakord që të më mbanin mua. Rritesha në kushte të tmerrshme. Pa fatin për të pasur edhe një mbulesë siç duhet. Nëna më mbulonte me peshqir që unë të mos mërdhifja. Nga tortura, mami u nda nga babai dhe familja e Timati, mua më dërgoi në jetimore. Për një kohë të caktuar. Atë pjesë të jetës time e mbaj mend shumë pak. Por vetëm e di që aromën e nënës nuk e kam ndier kurrë. Dhe nga aty do të nisnin ditët e luftës për të jetuar. Ka qenë muaji tetor dhe pikërisht dita ku jemi sot, ku prindërit e mi birësues më birësuan. Kam qenë shumë e vogël, jo edhe se mbaj mend shumë atë moment. U rita në familjen e tyre, jo si një familje zakonshme. Një baba që ishte dhunues, i egër, fjalë rënd dhe një nën që punonte çdo punë për familjen e saj. Prindërit e mi ishin 2 njerëz nga 2 vende të ndryshme. Në jetën e tyre ato kishin edhe një vajzë tjetër që unë me të në moshë isha shumë e afërt. Rriteshim të dyja të vetme. Nuk kemi patur kujdesin prindëror. Ne quheshim motra binjake, por në të vërtet nuk ishim asgjë. Ndoshta binjake na bëri jeta. Shumë herë e pyes veten cila ishte arsyeja e birësimit kur ato nuk kujdeseshin as për mua e as për vajzën e tyre. Të paktën babi. Netët ishin shumë të rënda. Mbaj mend dhunën, rrahjet që bëheshin në atë shtëpi nga babai dhe ajo shtëpi çdo ditë më shumë merrte mallkimin. Edhe pasi dhuna, tortura përfundonte tek nëna, vinte tek unë. Derisa edhe nuk kisha fuqinë më që unë të hapja sytë.
E pyesja mamin shpeshherë, pse nuk e denoncon? Nuk kam forcën, më thoshte. Jam e huaj. Ose në ato vite gruaja s'ka patur këtë forcën që sot ka për të mbrojtur veten edhe familjen. Shkonim në shkollë bashkë me motrën time, të vuajtura. Herë me buk, e herë pa buk, e që në moshë të vogël, dilnim të punonim që të siguronim ndonjë lek më shumë. Por drama nuk ishte kjo. Drama më e madhe ishte martesa ime në moshë të re. Ka qenë babai ai i cili vendosi për martesën time akoma pa bërë 18 vjeç. Duhej të martohesha me të birin e filanit, sepse i madh kishte humbur lekët në Bixhos. Dhe si shpërblim të borxhit të tij, ai më martoi mua. Dhe aty nisi tmerri më i madh. Një burr që nuk e njihja, edhe nuk e doja, por edhe nuk më donte. Nata e parë kur unë kam shkuar në atë shtëpi ka qenë nata më e rëndë të jetës time. Vetëm qaja, e kërkoja nënën time duke i thënë pse më le në këtë mjeri. Shikoja nga dritarja shoqet teksa po shkoni në shkollë, ndërsa unë duhej të isha e martuar. Me atë tmerr kalova shumë vite, me dhunë e me tortura. Derisa burri filloi të më përdorte për interesat e tij. Luftoja për të ikur gjithmonë nga ajo familje, por ishte e kotë. Nuk dua të flas në formë të detajuar, sepse shpeshherë ja bëj vetes pyetjen se si unë mbeta gjallë. Por me luftën që bëra unë dhe me ndihmën e motrës time, ika nga ajo shtëpi bashkë me motrën. Ikëm në një shtet tjetër, me ndihmën e një zotërie që nuk e takova kurrë më. Në atë shtet filluam të punonim në të zezë që të siguronim bukën për vete. Jetonim në një banesë të mirë, pothuajse pa dritare, vetëm që t'i iknim që rast të madhe. Atje jetuam disa vite duke bërë punë të ndryshme, derisa burri im na zbuloi. Edhe më morën përsëri. Kur më morën, mua ai më la shtatzën. Dhe solla në jetë 2 djem. 2 djem të veçantë si drita. 2 ëngjëj, 2 shpirtra, 2 gëzime që mua më jepnin jetë, më jepnin dritë çdo ditë edhe motiv që unë të luftoja. Martesa ime përsëri nuk ishte e lumtur. Dhunë, torturë, tmerre që nuk i besoja dot. Vitet kalonin teksa djali i madh u diagnostikua me një sëmundje të rëndë. Ishte pabesueshme, luftova të punoja pafund për të siguruar lekët që t'i nështrohej operimit, por s'ja dola dot. Fati për të ishte vendosur ndryshe. Erdhi dita e zezë dhe për një nënë të ndahet nga fëmia, sa e rëndë është. Por s'ke ç'bën, realiteti gjithmonë pranohet sado i hidhur që t'jetë. Pa u bërë 2 vite nga djali i parë, u diagnostikua edhe djali i dytë me të njëjtën sëmundje. Mjekët thonin është trashëgimi. Nuk lash vend pa e çu, në asnjë vend. Punoja ditën e natë me kilometra të tëra udhtoja, vetëm të siguroja një lek për çunin tim.
edhe pse gojat e liga nuk pushonin, ja kjo mbeti rrugëve, por zemra ime luftonte për t'i mbirë. Por edhe aty humba, edhe aty përfundoi çdo gjë. Çdo mund, çdo sakrificë mbaroi me një lamtumir përfundimtare. Mbeta e vetme në mes të botës. Por kot nuk thonë që Zoti pa të dhënë nuk të merr. Në jetën time hyri një njeri që unë sot po i them publikisht faleminderit. Faleminderit që më mbajte në këmbë. Faleminderit që më dhe forcën që unë edhe në këtë realitet të luftoj. Edhe unë sot po shkruaj nga muret e spitalit, sepse sot kam rënë vetë në shëndet. Por ky njeri ishte i vetmi në botë që mua më vuri në peshën e një mbretëreshe. Më dha dashurin që mua më mungonte, familjes, prindërve, shoqërisë dhe partnerit. Ndoshta s'kam fuqin t'ja kthej të mirave të tij, por më dha forcën të buzëqesh. Kjo është një letër shumë e shkurtër në atë se çka kam kaluar unë. Thjesht doja në mënyrë publike t'i falenderojmë këtij njeriu që solli dritën në jetën time. Besoni në Zot dhe mos u dëshpëroni kurrë, se Zoti është i vetmi që asnjëherë nuk u lëndon dhe asnjëherë nuk u lë vetë. Ai më shumë se çdo një mendon për ju. Ndërsa atij njeriu i kam borxh një jetë, sepse jetës time i dha kuptim dhe hapi duart për të më përqafuar, edhe kur të gjithë të tjerët hoqën dorë nga unë. Edhe kur bota më ngushtua shumë, edhe kur unë nuk isha vetja ime. Ky njeri qëndroi pranë, pa më lënë të vetme kurrë. Faleminderit, është pak të ta them.